Shqipëria festoi liberalizimin e vizave në një koncert madhështor në sheshin Nën Tereza në kryeqytet, ku morën pjesë qindra mijëra qytetarë nga i gjithë vendi. Historia e kalvarit të vuajtjeve të shqiptarëve dhe ecuria e gjithë procesit deri në marrjen e vendimit për liberalizimin u pasqyrua në shesh me një videoprojektor gjigant. Kryeministri Sali Berisha në përshëndetjen e tij përpara shqiptarëve u shpreh se vendi ynë sot është si Europa, një ëndër për të cilën sakrifikuan jetën e tyre, bijtë e kësaj toke. Sot duhet përulemi me nderim të thellë para atyre qindra, djemve dhe vajzave të kësaj toke që sakrifikuan gjithçka vetëm e vetëm për të gëzuar atë liri që ne gëzojmë sot. Sot, ne së bashku, duhet të shprehim nderimin tonë me të madh, të rive dhe të reave të këtij vendi, të cilët 20 vjet më parë do të mbushin rrugët dhe sheshet e Tiranës me thirrje quburote nga shpirti, zemra e tyre. Shqipëria si Europa. Sot, Shqipëria është si Europa, vend pa kufi. Europa nuk është më një tokë e ndaluar për shqiptarët dhe shqiptarë. Në emër të gjithë shqiptarëve, Berisha falenderoi vendet e Europës për besimin e dhënë. Nga ky shesh në emërtuar, le të shprehim një milionin më thellë për të gjitha qeveritë e kombet e vendeve të Bashkimit Evropian, vendimi për heqjen e vizave për shqiptarët, për bërë gjithashtu rikthimin e vërtet të këtij kombi në kontinentin nga i cili dekada dhe shekuj e ndan. Rruga jonë drejt Europës është rrugë e suksesit të vërtet, është rrugë e ndërtimit të vlerave të saj, në qytetet, fshatrat, prindjet male të Shqipërisë, është rrugë e ndërtimit të Shqipërisë europiane, për të cilën ne jemi të vendosur, të ecim, të sigurt. Pas koncertit të madh festiv në sheshin Nën Tereza, ku performuan këngëtarët MNZ shqiptar, muzika dhe festa është zhvendosur në zonën e ish bllokut për të vijuar deri në orët e para të mëngjesit.